që më sinjalizoni që në aspektin teknik jeni komplet gati, ne vim me fillu. Atëherë me që gati, nga ky moment e konsiderojmë këtë konferencë të hapur. Merë që fillimisht, si zakonisht, t'ju falenderoj juve gjithë gazetarëve dhe mediave që në vazhdimsi i përcjellin aktivitetet e Policisë Kosovës, këtë rast edhe të prokurorisë, ku falë bashkëpunimit dhe mbështetjes në aspektin e punës me juve, po arrim që këto informacione, këto aktivitetet e Policisë Kosovës të plasojnë përmes jush tek gjithë opinionet e qytetarëve. Ashtu si që kemi për të ditën, edhe përmes ftesës zyrtare, në këtë konferencë do të diskutojmë për një operacion të realizuar sot në Mitrovicë Deri, ku siç po shihet me mua në panel është prokurori Syl Bogja, i cili po ashtu do t'jap edhe detaje rreth këtij operacioni policor, përfshirë edhe detajet tjera të realizuara po më parë. Si zakonisht, konferenca do t'jetë ndarë në dy pjesë, pra pjesa e parë do t'jepen informacionet nga ne për këto aktivitete, ndërsa pjesa e dytë do t'jetë rezervuar për juve që të adresoni pyetje rreth këtij operacioni. Fillimisht duhet t'ju jap disa informacione rreth angazhimeve dhe operacionit policor, ku sot në orë të hershme të mëngjesit, Policia e Kosovës në bazë të urdhëresës lëshuar nga gjykata themelore Departamenti Special ka realizuar një operacion policor, operacion ky i cili ndërlidhet me rastin e vrasjes së Oliver Ivanović. Në këtë operacion policor, të kyçur drejt për drejt, kanë qenë afërsisht rreth 100 zyrtar policor, por kuptohet edhe të tjerë që sipas nevojës kanë mund të kyçen në këtë operacion. Ky operacion ka përfshirë 3 lokacione në veri të Mitrovicës, ku sipas urdhëresës janë kryer kontrolle dhe mbastisje ndaj personave të dyshuar lidhur me veprat pjesëmarrje ose organizimi i grupit kriminal të organizuar dhe keqpërdërim i detyrës apo autoritetit zyrtar sipas kodit penal të Republikës Kosovës. Në bazë të urdhër kontrollit, është arritur të arrestohet i dyshuari zyrtar policor me inicialet RB, mashkull sërb kosovar, i përfshirë në urdhër kontroll, përderisa i dyshuari i dytë, po ashtu zyrtar policor, i cili ka qenë në kërkim, nuk është taku apo nuk është has nga policia. Gjatë realizimit të operacionit policor, është arrestuar edhe një person tjetër i dyshuar, por që nuk ka qenë i përfshirë në urdhër kërkim, por arrestimi i tij është bërë mbi dyshimin e bazuar se në atë lokacion ku është artuar personit është gjetë një armë. Vlen të potencohet se Policia e Kosovës gjatë këtij operacioni, i cili ka qenë në koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë me Prokurorinë e Shtetit, ka arritur që gjatë kontrollit të konfiskojë edhe 6 armë, prej tyre 2 armë zyrtare, por edhe pajisje tjera të ndryshme elektronike dhe gjëra të tjera që përse këtë pasqyruan bie. Besoj që prokurori tash do ta merr fjalën dhe do t'jap detaje më të hollësishme edhe rreth hetimeve zhvilluara, por njëkohësisht edhe të kompleksiteti operacionit të fshirë ato veprime të ndryshme. Unë ato prokuror. Faleminderit. Ju njëftoj se Prokuria Speciale e Republikës Kosovës me datën 14/10 ka marrë vendim për zërimin e hetimeve ndaj 2 zyrtarë policor të pjesës veriore të Mitrovicës. Njëri prej tyre sipas urdhër kontrollit lëshuar nga gjykata themelore e Prishtinës, Departamenti Special, sot gjatë orëve të hershme të mëngjesit është arrestuar, ndërsa personi tjetër ende është në kërkim
do të nuk kanë hasur lokacionet e cilat ka disponuar policia e Kosovës me ato adrese. Ne kemi zgjeruar hetimet për veprat penale. Pjesëmarrja është organizimi i grupit kriminal, organizuar nga regi 283, paragrafi 3 i Kodit Penal të Kosovës dhe keqëndrimi i pozitës apo autoritetit zyrtar nga regi 4+2, paragrafi 2 dhe në paragrafi 2.2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Gjatë, si që tha edhe zëdhënësi i policisë, gjatë i aksioni një person zyrtar policor është hasur dhe është arrestuar. Këtë person e kam intervistuar sot paradite për çka dyshohet dhe kam parashtuar në gjykatë miliore kërkesën për caktimin e paradungimit. Do të thotë kemi ndërmuar këto veprime. Një person tjetër, i cili nuk ka qenë në udhëheqjen e gjykatës, tek ajo është gjetur një revolver pistolet. Ai, do të thotë ai dyshohet për veprën penale ka mbajtjes pagë dhe ai person është dyshuar për deri pas intervistimit në organet kompetente. Ju jeni ndjeni se Prokuria Speciale i zhvillon hetimet edhe për rastin e vrasjes së Oliver Ivanovićit. Po ashtu jeni ndjeni se në pjesën veriore të Mitrovicës ekzistojnë grupe kriminale të organizuara mirë të udhëhequra nga Milana Dojqiqi me grupin e tij kriminal, ndaj cilit jeni ndjeni se është shkuar edhe urdhër arrest ndërkombëtar dhe tash jemi në pritje të zbatimit të asaj urdhërese. Po ashtu, shkresat e lëndës me cilat ne disponojmë, grupi kriminal i Milana Dojqiqit është mjaft i organizuar dhe ka ndikim, thamë për fat keq, edhe në policinë e Kosovës, edhe struktura tjera komunale apo shtetërore të asaj pjese. Andaj, ka dy persona, të cilëve i kemi zgjeruar hetimet para 2-3 ditësh, edhe këta janë persona që ne konsiderojmë dhe kemi prova se edhe këta kanë punu, vepru në urdhrat e Milana Dojqiqit dhe grupit e tij. Ka persona për që të zgjeruar hetimet dhe për personin ndaj cilit është kërkuar caktimi para burgimit, dyshohen se nuk i kanë kryer veprimet e duhura, procedurale apo me qëllim edhe kanë shefur disa veprime të cilat është dashur me marrë apo prova të cilat është dashur me i siguru në raste ndryshme të vrasjeve, jo vetëm të rasti i vrasjes së Oliver Ivanovićit, po bëhet fjalë edhe për vrasje të tjera të pazbuluara. Se personi i arrestuar sot është hetus dhe ne dyshojmë bazë dhënave, bazë provave me cilat disponojmë, i kemi shkresat e lëndës se ka punu në mënyrë selektive dhe me direktiva të dikujt tjetër. Ka pas rastet kur i kanë zhvilluar hetimet shpejt e ka kryer në rast, mirë po kemi edhe raste të tjera të cilat nuk janë zbuluar apo më mirë më thonë nuk janë ndërmarrur veprimet e duhura nevojshme procedurale. Andaj edhe ne kemi zgjeruar hetimet dhe jemi duke zhvilluar hetimet edhe për këtë rast, nga se sipas provës që thash ekziston një dyshim i bazuar se është pjesë e grupit kriminal të udhëhequr nga Milana Dojqiqi. Po ashtu, zëdhënësi i policisë Zoti Kalani, ju njoftoj se gjatë kësaj pastise janë konfiskuar edhe disa pajisje, edhe pistoleta, edhe armë të ftofta, thika patent apo thika ushtarake,
dhe këtu do të jetë pjesë përbërëse e shkresave të lëndës. Po ashtu, policia gjatë pastisjes në një lokal pune, po një autolare për cilin zyrtari policor i policisë regionale në Mitrovicën Veriore e kishte lënë pistoletën zyrtare dhe është larguar. Do të thotë nuk është hasur nga policia. Kështu që policia e merr ndjekjen ti, këto pistoleta sigurisht që gjetë dyshohet apo si mas pamjeve të para që i kanë vëhetuesit tanë, policisë në vendin e ngjarjes, bëhet fjalë edhe për pistoleta të dizajnuara, përveç aty në zyrtar, këto disa pistoleta të dizajnuara. Mirë pa to sigurisht se do të shkojnë edhe me ekspertizë dhe do të vërtetohet çdo gjë për to. Ju falenderoj ka që kam sa për njoftimin e parë dhe në të. Faleminderit prokuror, atëherë siç e paralajmërova, kalojmë pjesën e dytë, e cila është rezervuar për juve, por në profesorën e nove parë. Po, Edina Multu prej Klan Kosovës. Prokuror, gjatë intervistimit të sotëm që e keni bërë për hetuesin e policisë, a keni marrë ndonjë indikacion se ka të përfshirë të tjerë në vrasjen e Oliver Ivanovicit, apo ju si prokurori a keni edhe të dyshuar të tjerë që do të jetoni pas ditës së sotme, edhe po ashtu me qenë se i dyshuari tjetër i ka ikë policisë, pra nuk është hasur nga policia, mendoni që ka ndonjë informator nga brenda që ka informuar apo si qëndron puna që ai ka ikë bashkë në këto ditë? Atë nuk e di. Sigurisht se hetuesi do të punojë në atë drejtim, se si ka mundur ta marrë informacione për të larguar apo për ti prej vendanimit të ti, ndërsa policin hetuesin, cilin sot e kam intervistu, ne i kemi disa prova e shkresat e lëndës, ajo është mundu me mbrojtjen e ti, që thot vetat, mirë për ne konsiderojmë se kemi provat mjaftuara për aktivitetin e ti kriminal, apo për mos punën, mos kryen të detyra dhe obligimeve të cilat i ka pas si policë hetues, apo si pjesëtar e policisë Kosovës. Faleminderit. Atëherë, prokuror, përmendni që ky grup i organizuar, po thoni ka pas ndikim edhe është i përfshirë edhe në vrasje tjera, po duket sikur me qenë grup shumë i madh kriminal. Në sa vrasje tjera keni informacione që është i përfshirë, prej cilit vit, nëse ka informacione ka funksionu ky grup, edhe po du me ditë si është deklaru ky zyrtari policor sot, është deklaru i fajshëm apo jo fajtor, edhe një pyetje për zotrin Kelani, nëse muj krejt kjo po tregon ndikimin e madh që kanë strukturat paralele dhe kriminale në policinë e Kosovës në veri, sepse nuk është era e parë që ka arrestime të tilla dhe që zyrtarët policor janë përfshirë në vepra të ndryshme kriminale. A keni menduar sa po mendoni prej sot mbas kësaj ngjarje me marrë dorimasë dhe ndaj zinxhirit komandues ose a janë ata përgjithës për varësit e tyre të cilët përfuni që janë kaq shumë përfshirë në krim të organizuar? Shoqëri i pandehur që ne ka dëgjuar sot nuk e ka pranë në fajsi. Mirë po më thash, në bazë të asaj që i kemi dispozuar ne me provat tona, ne konsiderojmë se ai që nga sot veç është i pandehur dhe kemi kërkuar që të caktohet masa parapogimit. Grupi kriminal i organizuar ka vepruar edhe më herët u shefi ati grupi kriminal nga shkresës që i kemi ka qenë Zvonko Veselinovici, por ndërkohë Milana Lucici pathu se ka marrë këtë rol për pjesën veriore dhe ka udhëheq me një grupet kriminale. Ju jeni ndjeni se përveç tjerash ka edhe një grup të shfrytzuar një kroshat apo bradonja që ju thojnë ata atje, ka pas persona të ardhur dhe nga Serbia që kanë kryer vepra penale në Serbi dhe janë ardhur dhe janë strehu
në pjesën veriore dhe ata pothuajse ka qenë, përveç që kanë kryer dhe vepra tjera, ka qenë edhe si mbrojtja e Milan Beqiqit. Kështu që përveç vrasjes Oliver Ivaniliqit ne i kemi edhe 2 apo eventualisht edhe rasti i tretë mund të ndalë që nuk është zbulu, që është kryer pjesën veriore dhe ne po dyshojmë se hetuesit policë kompetent që dashur të jetojnë këto raste nuk i kanë hetuar dhe nuk i kanë zbuluar dhe normalisht mendojmë se këta janë të ndikuar nga grupi kriminal i udhëhequr nga Milani Beqiqi. Për fat keq kanë prapë hetuesit policor kanë qenë në ndikimin e tij dhe në urdhrat e tij dhe kanë vepruar ma shumë në urdhrat e grupit kriminal se sa në kuptim dispozita ligjore. Për të përgjigjur në pyetjen e dytë, që adresu rreth ndikimit të strukturave paralele apo mosbatimit të detyrave dhe përgjegjësive zyrtare policore në pjesën e veriut, unë që them që menaxhmenti i Policisë Kosovës është duke punuar në atë drejtim që çdo zyrtar policor të zbatoj detyrat dhe përgjegjësitë konform autorizimeve ligjore që kanë dhe vetë fakti që ky veprim i menjëhershëm bashkëpunim me Prokurorinë e Shtetit në arrestimin edhe të zyrtarëve policor dëshmon për kushtimin e Policisë Kosovës që nuk dëshiron ta ketë asnjë zyrtar policor që bien kundërshtim me dispozitat ligjore. Po ashtu, edhe arrestimet e mëhershme dhe operacionet e mëhershme që janë realizuar në veri të vendit ndaj zyrtarëve policor të cilët kanë qenë të përfshirë në kontrabandë apo çfarëdo lloj vepre tjetër, dëshmon që Policia e Kosovës do të angazhohet pa ndërprerje që çdo punonjës i policisë, qoftë në veri, në jug apo kudo qoftë, të zbatojë detyrat dhe përgjegjësitë ligjore. Në të kundërtën, do të mirën masa ndaj çdo kujt, qofshin zyrtar policor të rendit, qofshin ata të hetimeve apo çfarëdo lloj pozite që ata mund kenë. Kështu që po punohet në vazhdimsi që të hetohet çdo zyrtar policor i cili mund të jetë i përfshirë edhe në ato raste që prokurori i potencojë të vrasjeve të tilla. Ka përgjegjësi zinxhiri komandues të Kelani. Zinxhiri komandues funksionon në të gjitha drejtoritë rajonale, përfshirë edhe drejtorinë rajonale veri, mirë po mund të ketë individ apo zyrtar caktuar të cilët nuk respektojnë në raste të caktuara detyrat dhe përgjegjësitë e tyre dhe normal që ndaj tyre merren masa. Qofshin ato të arrestimeve për raste penale apo qofshin ato dhe të masave disiplinore, pra pavarësisht prej natyrës së rasteve. Edhe ne shkari besoj që e ardin të informojmë se dëgjova po shkruaj disa mediume serbe se ky aksion i sotëm ka qenë si kundërvendje asaj se Kosova në punën Interpolis isha. Mi thamë sinqerisht nuk e kam ditë ku bëhet kjo konferencë. Ne kemi atë rajën tonë punës, ashtu si grumbullojnë provat, e planifikojnë, merret parashtrohet një kërkesë, merret vendimi për diçka tjetër, kështu që ato janë vetëm thonje tyne manipulime me atë që ata kanë informacione me gjitha këto grupet kriminale dhe unë po ju tham edhe këtë se ne edhe më parë kemi kërkuar një bashkëpunim, por nuk e kemi pas me organet e servisë një bashkëpunim sinqert dhe korrekt sa i përket bashkëpunimit. Ne zbardhën edhe vrasjes së Ivanovićit për vrasje të tjera. Një pyetje për ju, zoti Kelani. Njëri nga të kërkuarit është edhe Zhavko Bojić. Po më intereson me ditë procesin që është gradu ky kohën e fundit, para 2 viteve nëse nuk gaboj, edhe cilat ka me qenë hapat që ka me ndërmarr policia specifikisht për këtë zyrtar policorës së shefit operativës. Për çdo zyrtar policor apo për çdo individ në cilën lëshohen urdhëresat nga organet e drejtësisë, nga organet kompetente, Policia e Kosovës është institucion instruktimi i ligjit dhe ato do t'i zbatojë pa marrë parasysh se kush mund të jetë i përfshirë në këtë rast edhe Zhavko Bojić. Ai është Toger, shefi i operativës, nëse nuk gaboj graduar në vitin 2017. Si, qysh janë kon procedurat për zotin Bojić, të e pas parasysh ka procedura policore për me ngrit në grad.
ndërsa sipas procedurave që ligji i parashën udhëzimet policisë. a e parashal ligji me u gradu me mandat të kryeministrit, pa i përfill procedurat policore. Gjitha këto pyetje që për adresoni mund t'i verifikojmë dhe çdo detaj që japim përgjigje zyrtare. Besoj që për çdo gradim Policia e Kosovës i ka bërë edhe publike, kështu që nuk shoh në problem atë. Pra ka kalu testin e... Zoti Gulani, një pyetje jashtë aksionit sotëm, ka të bëjë me një arrestimin e një shtetas si Ros. Faleminderit për çdo pyetje jashtë i operacioni verish mund të adresoni edhe pse rasti që të bëjë referoni ka qenë i publikuar raporti 24 orë ditën e djeshme. Diçka më shumë rreth kësaj. Çdo detaj do ta marrë jashtë konferencës pa problem. Po problem një grup kriminal të vjeçur kriminal nga Veneqeç. Megjithatë ka disa politikë në Kosovë që me deklaratë për me fotografi kanë dëshmuar përsimet tonë. Ai duke vërtetuar ata për një përfshirje në një udhëhes një grupi kriminal të organizuar. Shqyqoni ne kemi ofën timet për grupin kriminal. Kush me këndosh taku ne nuk kemi prova se kanë bashkëpunu. Ajo taku çka kanë bëha, ajo është çështje tjetër. Neve deri sot në shkresat Londës nuk kemi bashkëkryer. Tas një funksionari, tas një politikoni, apo të një çka them, një menaxheri në kompaniet njore për kështu me radhë. Kështu që na pa provat mjaftuara nuk mund të hapim, të rihapim apo zgjerojmë atij. E kam edhe dy pyetje në fakt, si qëndrojnë hetimet me pjesëtarët e tjerë jashtë policisë së Kosovës. E dim që së fundi në ngusht janë intervistuar edhe Silvana Arsović edhe Ksenija Božović për më shumë se 5 herë prej prokurorisë. A ka edhe të dyshuar tjerë që janë jashtë policisë që dyshojnë që janë përfshirë në vrasjen e Ivanovićit? Si dhe për zoti Kelanin, a keni marrë informacionin nga pikat kufitare se kur ka mujt me dalë jashtë kufive i dyshuar e tjetër, Željko Bojići? E pa në mediat serbe që ai dyshohet që është në Budva, po a e keni konfirmuar edhe përmes pikave kufitare diçka tjetër? Ne kemi disa persona paralogim, kemi edhe persona tjerë që gjendë liri kanë qenë para proposur të arrestu, dhe e gjithë zhvillohen hetimet me dyshimin se kanë kontribuar apo ndihmuar kryesin në vrasjen e i politikonit Oliver Ivanovićit. Kështu që hetimet janë duke u zhvilluar, si po e shihni edhe si keni qenë edhe më herët informuar, ne përveç të dyshuarve edhe kemi marrë mjaft deklarata nga dëshmitar eventual mundshëm, që ne konsiderojmë se megjithatë janë duke i kontribuar zbarës e këtij rasti. Se përket pyetjes rreth dyshimeve mbi daljen apo kalimin e kufirit të personit i cili është në kërkim, ne si Policia e Kosovës pjesë të operacionit kemi pasur rezultat policisë kufitare, të cilët normal që kanë bërë gjitha verifikimet rreth mundësisë së kalimit të kufive. Një ashtu janë trajtuar dhe gjitha ato informacione, disa prej tyre dhe spekulimet të ndryshme që kanë qenë nëpër mediume se personi në fjalë mund gjitet në Serbi, mund gjitet në Malzi, apo Shqipëri, apo Budva, apo ku do qoftë. Mirë pa ajo që është më rëndësi se Policia e Kosovës në bashkëpunim me prokurorin ka adresuar këto informacione edhe tek autoritetet e shtetit dhe tjera dhe ka kërkuar bashkëpunim të mirëfillt këtë drejtim, kështu që jemi në rrugën e duhur. Kështu që besojmë që për çdo rezultat apo çfarë do informacionet më të tjeshëm, ne do t'ju bëjmë të informuar. Do thotë në 10 dita kur ai ka kalu kufirin akoma. Këto janë pjesë e zhvillimit të hetimeve që Policia e Kosovës është duke kryer bashkërisht me prokurorinë. Urrata. Keni lëshuar sa keni ndërmarrë me lëshuar dhe radhës ndërkombëtar, prokurorishin edhe më intereson se e dini a ka kalu këtë procesin verifikimin kur është gradu se shefi operativës, nëse nuk gaboj në hierarki, do të qenë pozita e dytë ose e tretë mas komandantit policisë. Verifikimin e sigurisë do fjalë. Tek çështja e verifikimeve si procedurët e testimeve dhe gradimeve bëhen besoj për çdo zyrtar, mirë po të gjitha këto detaje ne mund t'i marrim t'i kërkojmë pa problem t'i para jush, sepse është normale që procedura dhe rregulloret e brendshme policisë parashofin procesin e gradimit duke përfshirë edhe çështjen e pjesës verifikimit para pjesë. Po në këtë rast Bojići është ngrit në pozitë me një mandat kryeministrit.
Kërë shumë dhe rastë ndërkombëtar. Po, shëqëni, ne deri sot nuk kemi pas informacione se i kërkuar Zhenko Bojic nuk gjendë punë apo në shtëpinë e tij. Prej atij momenti kur nuk është hasur gjatë urës kontrollit, Policia e Kosovës i ka ndërmarrë veprimet e ndërlesi prokurorit do të i marrë gjitha veprimet procedurale deri te urdhra e arrestit ndërkombëtar që duhet mu kalu një periudhë apo disa kështu veprimet e tjera para sot. Por sigurisht se do të ndërmerren gjitha veprimet e nevojshme për prezencën të sigurimin e tij në organet e drejtësisë. Faleminderit prokuror, atëherë